Një bashkëpunim midis forcave zjarfikse shqiptare dhe asaj të shtetit Qfinj Greqi është zhvilluar përgjatë ditës së sotme në kuadër të masave për parandalimin e zjarreve dhe mbrojtjes së territoreve të përbashkëta. Ky takim me struktura drejtuese të zjarfikses Janinës, Konicës e asaj të Gjirokastrës vjen për bashkëpunimin e veprimeve për shkak të stinës së nxehtë ku vatrat e zjarrit evidentohen më shumë dhe përgjatë viteve të fundit, shpeshherë në territoret e përbashkëta në kufi me shtetin grek. Gjatë takimit drejtues të zjarfikseve të Greqisë janë shprehur të gatshëm për rastet emergjente, duke ofruar edhe bashkëpunimin si dhe ndihmën e tyre me mjete efikase, kryesisht ato nga ajri. Shefi i forcave zjarfikses në Gjirokastër, Kujtim Bishka, ka pohuar se ndihma e fqinjve në takime të tilla që i paraprin situatave emergjente, duke marrë parasysh stinën në të cilën ndodhemi, janë mjaft efikase. Sot ishte një takim planifikuar për bashkëpunimin dhe mënyrat e shuarjes së zjarreve, sidomos tani në stinën e verës. Bashkëpunimi midis dy shërbimeve ka qenë i hershëm dhe vazhdon të thellohet edhe më shumë, edhe ndihma midis dy shërbimeve ka ardhur duke u forcuar, edhe mendojmë që këtë vit problemet në zjarre, sidomos pyje kullota, do të jenë edhe më të mëdha për arsye të motit që është shtuar sasia e madhe e barrave dhe stina e nxehtë e verës do të na detyrojë që të kemi zjarre edhe më të mëdha. Zjarret depërtojnë edhe nga territori grek në territorin shqiptar, po edhe nga territori shqiptar në territorin grek. Kështu që edhe bashkëpunimi në këtë pikë duhet të jetë edhe më i madh. Për sa i përket përmetit, problematikë është sepse edhe pyje, përmeti ka edhe më shumë pyje dhe detyrimisht kur ka më shumë territor pyjesh, edhe zjarret do të jenë edhe më të shumta. Por problematikë është sepse përmeti vetë ka një stacion të vogël zjarfikës me një automjet, i cili nuk e përballon dot situatat e vështira. Drejtuesi i forcave zjarfikse të Janinës bën të ditur se në shumë raste kur zjarri ka qenë në kufi dhe territoret e përbashkëta, ka patur bashkëveprim mes dy forcave, gjë e cila ka mundësuar edhe shpëtimin e hektarëve nga zjarri. Είναι να προστατεύσουμε τον άνθρωπο και την περιουσία του από τη φωτιά. Puna jon është që të shpëtojmë jetët e njerëzve dhe të shpëtojmë të pronat nga zjarri. Duhet thënë se institucioni zjarfikës përballet me problemet e infrastrukturës, mjetet të cilat janë në dispozicion janë të amortizuara, ndërsa përrethin e përmetit është në gjendje vetëm një e tillë çka nuk mundëson mbulimin e territoreve të kësaj zone.